mendoj që mediat italiane, sidomos ato të pavarura që nuk ka lidhje me qeverinë Meloni, nuk na raportojnë aq si duhen. Prandaj unë jam aty vazhdimisht që raportoj edhe bashkëpunoj me kolektive sepse prap akordet e Rama Meloni kanë ndikime në raportimin në Itali. Kanë ndikime? Po. Sepse gjithçka, ne kemi si aktivistë kemi studiuar që gjithçka ka filluar me marrëveshjen Rama Meloni për qendrën e emigrimit në Gjader, aty ka filluar të hiqet sovraniteti e territorit në Shqipëri, sepse pikërisht nga aty ka filluar që territori jon nuk shikohet më si sovranitet, jo më e pavarur. Aty ka filluar edhe mentaliteti që ne mund shkojmë në Shqipëri të bëjmë diçka që duam. Edhe përfitime për oligarke, përfitime për parti politike, sidomos ekstremiste e djathtës, nuk raportojnë siç duhet, prandaj jam këtu që pse t'i jap edhe zër shqiptarëve, edhe t'i jap edhe kuraj shqiptarëve nga jashtë, sepse në Itali shqiptarët kanë akoma frikë. Çuditërisht ne kemi më pak frikë se jashtë. Këtu ka më pak frikë shqiptarë se jashtë du folur. Edhe prandaj jam këtu që t'i thoj shqiptarëve diasporës që të dalin edhe të flasin sepse ne jemi pjesë e shoqërisë jashtë e duhet të dalim për të drejtat tona si shqiptarë, do dalim si komunitet shqiptar të kemi një zër, sepse ne kontribuojmë çdo ditë në shoqërinë atje dhe duhet kemi edhe një zër edhe atje, përveç se për Shqipërinë.